Sida serioze. Vrasja e eroit Jusuf Gërvalla erdhi si shkaz dhe si pasojë që ai e kuptoi që ideja marksiste dhe leniniste nuk do ta çojë përpara, apo si pasojë e kujt erdhi vrasja e tij dhe Kadrizekës. Unë mjerisht s'kom njohuni detale, të dytën kur u vroi Jusuf Gërvalla, dihej se është një patriot, njeri përkushtum çështjes kombëtare, po për mënyrën e veprimit çfarë e ka zgjedhur, ka qenë e pamundur veproj këtu, ka shkuar jashtë. Dyshimi i parë ishte shërbimet jugoslave e kanë vrarë sepse vrisnin njerëz në migracion të Kroacisë ustash, të Qetnik. A Jusufi ishte i njohur si veprimtar për çështjen shqiptare jashtë. Por Jusuf Gërvalla nuk predikonte, me sa unë kam pas njohuni, që të ndërmirret në një akt i vëndshëm kundër shtetit për një veprimtari ndryshe. Asgjë s'm ka ra me ndigju ma detajisht për shërbimi jugoslav i atëhershëm, përveç tjeras ka pas njerëz që njestrum jashtë mu vra. Por ato kanë vendos 2-3 njerëz në nivel federal dhe nuk bë me hinë gjuna në shërbimin e punëve të mbrëmshme të Kosovës, apo për raste tjera të republikave tjera si ka pyet kush. Ka qenë nalt shef kryesor për sigurim shtetënor një stan e Dollans, thuhet se si ekzekutor të aty në planeve kur u zhdash të vritet dikush nga emigracione, ekzekutor ka qenë Arkani. Arkani ka qenë njeri i hudbës, për krejt unë po flas në bazë të asaj çka kam pas rast në dëgjoj, a të vërtetën absolute nuk e di.